Një foto e publikuar nga një qytetar nga Kuksi, ku shikohet një arush me 3 të vegjël të saj, ka futur në dyshime edhe media në Tiranë, e cila më pas i mori foto dhe i publikoi si të vërteta. Por në fakt ka qenë Arben Trota, aktivisti nga Kuksi, i cili e ka sqaruar se nuk është e vërtet rasti, por bëhet fjalë për një foto të krijuar nga inteligjenca artificiale. Arben e kemi në një lidhje direkte, ku do të na shpjegojë më shumë edhe mënyrën se si po themi arriti që të dyshoj lidhur me këtë foto dhe vajti në vendin ku pretendoi se ishte bërë foto, duke e shpjeguar që asgjë s'është e vërtetë. Arben, faleminderit shumë për këtë mundësi që na dha. Faleminderit edhe nga ju dhe përshëndetje. Arben, si ndodhi e gjitha kjo që fotoja u shpërnda në media kombëtare të Shqipërisë, ku madje i shkuan deri aty sa tentuan ta merrnin dhe një intervistë atë që shpërndau foto. Njëri në rreth të parë shumë qesharake kjo, për mua shumë qesharake. Duhet përshëndes Nikin, cilin e një personalisht në fakt. Dhe nuk e disha se kush e ka shpërndau unë foton. Mos i bona foton atje nga kolacioni, atë videon nga kolacioni, më thanë që e ka bën Niku. Unë Nikun e një personalisht. Dhe po du ta përshëndes ata për një arsye, se inteligjenca e atij, inteligjencën rreth parë të medias shqiptare, që është gjithmonë e kam thënë që media në Shqipëri janë, nuk e di se çfarë them, politikanëve shqiptar dhe të shumë shqiptarëve. Domethënë kaq inteligjencë patën njerëz sa me besoj në diçka ku unë personalisht, unë edhe në video e thash që 10 fishi më tërë për Kuksion, se në Kuksion në përgjithësi jemi rrit në përstadi, jemi rrit me lopë, si që jam rrit edhe unë me dhen, ku jam thonë, edhe ne e dim shumë mirë instiktin e kafshës egër, aq më tepër të arushës. Arusha, sigur tjetë edhe vetën, pak lish fare, është shumë e rrezikshme kur përballet me njëri apo me makinë. Me makinë normal që do ikë arusha. Ndërsa me njëri, siç kishim rastin e atij një nga fshati Nang, këto e Kremonuzi, ka pas dalë që e sulmoi arusha, ishte pak lish arusha edhe e sulmoi. Jo të rria arusha, të dalë si zoja, aty me gjithë klish, edhe ti shkosh deri në 3 metër, ditë 3 metër, me telefon ti bësh foto në atë mënyrë, pa të pa arusha, histy, këta do ta kishte zili, edhe fotografi më i mirë National Geographic me pa bërë që të foto. Edhe kjo ishte ajo që më bani me shku në vend ngjarje mu, edhe me ja usi inteligjencën krejtëve, edhe me ju thonë që lesi aty s'ka as vdorë, se Kuksion të ditë s'ka ra vdorë në Kukës. Edhe me ju thonë se që ku jam, s'ka vdorë këtu. E pavarësisht këtyne prap inteligjenca e shqiptarëve, ka që nuk e dim, jo për të qesh, por kjo vjen s'di ç'a them, kur thonë jo, po ti nuk je në vendin ku a bën foto ja. Se unë atë vend e njeh, se ti e din që unë në malet e këto i kam, sidomos të Kuksit, madje komenton i njeh shumë mirë. Nuk është shtylla. Po pra. Shtyllën se ke aty te Po pra. Atë fotoja nuk është shtylla, edhe ju kthesha disave, po më shumë ironi, theshëm, po inteligjenca artificiale përdesa di arion aty, mund ta hekë shtyllën. Tash shtyllat kanë qenë aty, të paktën që një ditë janë shtyllat aty. Arben, sire në kontakt me pamjen, pra, kur e pe dhe pse vendose të shkosh në vend ngjarje? Të them të drejtën, në mëngjes kur dola dje, tu pi kafe me ca shok atje, dhe ra, se një ditë më para kjo ishte bon buj. Unë e parë diku si kështu, po nuk kanë se i kushtova rëndësi se a bon kaq buj kjo foto, edhe vazhdon ato duke diskutuar për çështjen e fotos. Çfarë problemi, ju them, thotë kështu. Po mirë, tash ju e dini se arusha, nuk mund t'i afrosh arushës në një distancë aq të afërt, aq më tepër kur me klish, është shumë agresive arusha. Është ekstrem agresive. Çdo kafsh, edhe si njeriu si kafsha, në lopë në shtëpi kena kur bën disi nevojë se ne afrohet lopa s'kur, do vetëm çaj person që merret me lopën që ushqen, edhe i bën shërbimet lopës, vetëm ai person i afrohet lopës për t'i marrë viçin ose për ta ndihmuar diçka. Se lopa nuk lejon, jo mua arusha që edhe tash ju kaq gjë e dini, edhe ato ngelen për momentin, tash megjithatë thash do iqit e vendin ngjarje, se vdorë nuk ka, po këto ditë në Kukës ka qenë mjegull vetëm. Tash vdorë nuk ka në Kolacion, vetëm ai gjallëqës. Jo, po unë dal kështu nëpër zonat e nalta, edhe di që anë ka qenë kthjellë shumë. Okej, tash se do ikim atë do e bëm një video, tash edhe do ju kam thënë që nuk ka vdorë.
makinës, shkova atje, bona videon edhe kaq ishte. Do me thonë ishte me shok, ato e bon, aty e parë që kjo foto ishte bon, plus ja u zmadësh aty në shok, veç unë fatmirësisht kum punu për 8 vite si fotograf në përdarsma, edhe e di shumë mirë fotografinë, edhe ja u zmadhova aty ju thash, nuk ka fërkime, si mundet me hec Arusha me 3 për 4 klisht, pa lanë fërkime mrapa. Upa, ato jo po se kena kap, jo se kena kap, ata jo se kena kap. Ajo ishte bon fotografia më e famshme në Shqipëri, do me thonë, e di po shkova bona videon, dhe kjo ishte ajo që më shtiu me bon videon, plus edhe një status një profesorit si që përmina në video, keni vëmendje që ajo më pëlqej shumë, ishte shumë e madhe, ku tha keni vëmendje në gjithë ata në orën e biologjisë, pasi që Arusha në fakt tash janë gjumë letargjik, se rregull, kanë del ka funi marrë ta nuk e di kur e ka. Këta e din popullor, jo me shkollë, se kjo ditë edhe në popullor, këtu se to Arusha din me bie gjumë. Edhe kaq. Arben, qa feedbacku patë në momentin që publikove videon? Pra more reagime, të kontaktuan? Më kontaktu, në fakt shumë më kontaktu, edhe për reagimet si ta thash edhe më parë, çarakët, domethënë të inteligjentës ata që betstutën që ajo ishte e vërtetë, dhe u kapshën të shtyllat, jo nuk jena atë vend ti, se kishte shtyllat, nuk kishte shtyllat. Tash çat një njeri që mund ta besoj ata që është e vërtetë, kapet të shtylla mbrapa. Jo po nuk je aty, jo po kështu, jo po ashtu, dhe kështu që janë ato reagime ti e di, se por sa e morën edhe politikanët ata për të vërtetë. Më vjen ma keq, më vjen edhe ma shumë për gazetarë që ti një gjumë të vogël, mundesh edhe vetë me verifiku, pa ja dhënë inteligjencës artificiale, se a është e vërtetë, a është e vërtetë. Dhe gjëna elementare, se dihet, unë si ta thash, me realizu një foto të tillë Arushës, me klish, në gjendje shumë qetë të hecë Arusha, të torë drejtije, me një shikim shumë top model, do ta kishte edhe top modelja më e madhe në botë Lakmi Arushën në atë hecje, shumë elegante. Edhe fotografin do ta kishte Lakmi, këto fotografët e natyrës që janë fotografi më i madh në botë për atë realizim foto, sepse ishte foto spektakolare, inteligjente. Arben, ti fol edhe me realizuesin e kësaj fotoje. Çfarë tha Niku kur e kontaktove? Niku në fakt e kishte kap edhe një panik, plus edhe ajo se ti e di këtë natyrën e kursionëve që i thonë një fjalë në Kukës, a bjen moca në shpinë edhe kursioni o vështirë me radhë në shpinë, e ka hedhur atë gurin edhe do të më mbrojt me gjithë atë me shpirt e me, po ishte shumë panik në fakt nga sulmet më shumë të kursionëve që merrni shumë keq, se kursionë vetë kanë besuar foto që është reale, masane ku filloi tu di shoh foto janë vërsul Nikut në akuza, në ofendime, s'ki pse ofendon, e besova atë foto që është reale, po e shpërdove në profilin tënd, po. Ti që Niku thonë Niko, bravo për këtë që ke realizuar, sepse na bën që ta besojmë që është se edhe ky e ka një merit për atë pjesë që ka bën, se të besoj, të bësh me besu të gjithë opinionin publik në Shqipëri, të gjithë politikantët, të gjithë mediat, se ajo është reale, tash janë një zotësi. Prandaj them që ai do të ketë merit ai lloj djali, edhe e vlerësova, e qetësova një herë në radh të parë. Dhe kur qetësova kështu, thonë jam shumë panik, janë të më kontaktuar, të më shkruajtë, të më ofendoj. Është rregullet në më shoqëria, tash do e bëjmë një video. Edhe ti më ravan s'ka pse me të ka paniku vëlla, ku të sulmojnë shumë, kështu po, kështu, se shumica s'e mund të. Tash edhe sigurisht ajo e vërtetë, ashtu siç është. Ku të shohin këtë njerëz, jo nuk është, po nuk është këto me njerëz, se s'mund ja dalësh dot i vetëm me bon luftë me këtë. Edhe e realizom, ti që ke pa, besoj e ke pa atë videon, e pranoj edhe Niku që ta unë e bon ato ku e besoj ata u lanë bolla, çka kam i bon valla që ta. Ai pa, çfarë po tash kanë të rrenë për ditë këto, jo s'po rrenë ti një foto. Pas Arushës, cilën kafsh do shohim në Kukës duke ecur mes rrugës? Ka shumë kafsh Kuksi. Veçorim mos na vinë këto të parlamentit, se këto janë të rrezikshëm. Edhe janë dëmtuese shkatërrues. Vetëm këto si duam zot na ruaj për këtë, ne mbrapa për tjerat i rregullojmë. Arben, faleminderit shumë për intervistën dhe për gjithë sqarimin që dha këtu me mua në Vip Magazin. Ishte kënaqësi si për herë. Ishte kënaqësi dhe një përshëndes dhe shumë faleminderit.